Shqipëria ka hapur sot grup kapitullin e fundit të negociatave të antarësimit me Bashkimin Evropian, atë të bujqësisë dhe kohezionit, duke përmbyllur fazën e parë të procesit negociues. Kryeministri Edi Rama në konferencën për shtyp me Marta Kos, komisionere për zgjerimin në Bashkimin Evropian, dhe Marje Bjerë, ministre e punëve të jashtme të Danimarkës, e cila mban presidencën e Këshillit të BE-s, deklaroi se hapja e grup kapitullit të fundit përbën një moment historik për Shqipërinë. Ndihemi për plot energji dhe në borxh, nëse nuk realizojmë në kohën e duhur. Jam i frymëzuar nga të gjithë këta muaj dhe nga mbështetja e fortë që procesi i zgjerimit apo ribashkimit të Europës po merr. Do bëjmë gjithçka, kemi në dorë për të ecur përpara në të njëjtën intensitet e disiplinë dhe me të njëjtën punë të madhe për të dhënë rezultate e për të siguruar se ky proces që po ndërtojmë të mos ndalet. Kryeministri garantoi se Shqipëria do të vijojë me të njëjtin ritëm pune në mënyrë që të sigurohet që procesi i antarësimit evropian të mos ndalet. Komisionerja për zgjerimin e Bashkimit Evropian Marta Kos deklaroi se sot është një ditë e veçantë jo vetëm për Shqipërinë, por edhe për BE-n. Ajo shpreh se janë të përkushtuar për të antarësuar Shqipërinë në BE. Suksesi i Shqipërisë është rezultat i punës së autoriteteve shqiptare për zbatimin e reformave të rëndësishme të BE-s. Është rezultati i qytetarëve shqiptar që kërkojnë ndryshimin dhe i mbështesin këto ndryshime. Shqipëria është shembulli më i mirë i fuqisë transformuese të zgjerimit. Ju jeni frymëzim për më shumë në Ballkanin Perëndimor. Ajo tha se hapja e gjithë grup kapitujve është një sukses i jashtëzakonshëm, duke shtuar se mbyllja e tyre është çmimi real. Sipas saj, ky sukses nuk do të ishte i mundur pa angazhimin e palëkundër të Shqipërisë. Ministria daneze Bjerë u shpreh se Shqipëria ka bërë një përpjekje të fortë për reformat e harmonizimit me BE-n. Shqipëria është vend kandidat për antarësim në BE që nga viti 2014, konferenca e parë ndërqeveritare midis Shqipërisë dhe BE-s është mbajtur në korrik 2022. Në tetor 2024 u mbajt konferenca e dytë ndërqeveritare duke shënuar hapjen zyrtare të negociatave për grup kapitujt e parë, ndërsa konferenca e tretë ndërqeveritare u mbajt në dhjetor 2024. Në prill 2025 u mbajt konferenca e katërt ndërqeveritare, në maj u mbajt konferenca e 5 dhe në shtator të këtij viti u mbajt konferenca e 6 ndërqeveritare Shqipëri-BE. Shqipëria synon të përfundojë negociata deri në vitin 2027, ndërkohë synon antarësimin e plotë në BE deri në vitin 2030.